Përshëndetje, në këtë video do të dëgjoni se cilat janë arsyet apo shkaqet që një mashkull i shenjës së binjakëve ju dashuron. Si e tregon ai këtë? Gjithçka për ju në këtë video. Sipas astrologjisë, meshkujt e shenjës së binjakëve e vlerësojnë shumë partneren. Ato janë persona simpatik, kurreshtar, por janë pak të vështirë për të kuptuar. Shumë astrologë besojnë se meshkuj të tillë tërhiqen nga partnerë që janë lozonjare, spontane dhe që dinë të zhvillojnë biseda interesante. Meqense shenja e binjakëve është një shenjë ajri në astrologji, komunikimi ka një rëndësi të madhe për ta. Humori, zgjuarësia dhe bisedat që mbajnë gjallë kurreshtjen konsiderohen si mënyra për të tërhequr vëmendjen. Gjithashtu thuhet se një grua që e bën të qesh një mashkull binjak ka energji pozitive dhe nuk e mërzit me rutina të njëjta. Ajo mund t'i duket tërheqëse dhe ai mund të bjerë në dashuri me të. Pavarësisht se meshkujt janë të ndryshëm, shenja e binjakëve ka disa tipare të cilat përgjithësohen në të. Sipas astrologjik, binjakët janë tepër inteligjent. Ato kërkojnë dhe një partnere të zgjuar, të lexuar dhe me mendje të formuar. Në rast se ti je një e tillë, mund të kesh avantazh për të tërhequr një mashkull binjak. Si të tërheqësh vëmendjen e tij? Dëgjoni pak këto që do t'ju tregojmë tani. Nëse ndodhesh pranë tij, bëj një koment me humor për diçka që po ndodh përreth jush. Është më mirë nëse përfshin lojfjalësh, batuta të zgjuara apo vëzhgime interesante. Binjakët janë shumë të lidhur me botën e mendimeve dhe mund të funksionojë mirë një komunikim lozonjar me fjalë. Për shembull, të bën ty të jesh krijuese dhe argëtuese në mënyrën se si shprehesh, dhe një mashkull binjak do të tërhiqet automatikisht drejt teje. Megjithatë, do të tregojmë tani se si sillet ai kur bie në dashuri. Karakteri mund të jetë i ndryshëm. Ai varet nga edukimi, përvoja, personaliteti dhe nga mënyra se si është rritur. Megjithatë, shenjat janë të përbashkëta kur një mashkull binjak ka ndjenja të forta. Ai kërkon të flasë me ty vazhdimisht. Në këtë pikë të gjithë astrologët bien dakord. Binjakët kanë shumë nevojë të komunikojnë. Për ta, komunikimi është çelësi i gjithçkaje. Kur një mashkull binjak pëlqen një femër, çfarëdo lloj shenje, ai kërkon arsye për të hapur biseda. Shpesh të nis mesazhe i pari, të pyet për mendimet e tua dhe dëshiron të di se si e mendon ti këtë. Në praktik, ai të shkruan edhe kur nuk ka arsye konkrete. Të dërgon video, gjëra që lidhen me ty. Të pyet si e kalove ditën sot. Madje, në një moment mund të tregoj gjëra që ti ke qenë e pakujdesshme, por që e ke shprehur në bisedë. Dhe ti çuditesh, si ka mundësi që ai të kapi detaje të vogla. Po për të, komunikimi dhe gjithçka që thua është mjaft interesante. Një mashkull që flirton mund të jetë shumë i komunikueshëm, por ndryshimi është vazhdimësia. Kur ai bie në dashuri, të përfshin në botën e tij mendore. Shenja e binjakëve lidhet me kuriozitetin dhe mendjen. Dhe një binjak i dashuruar gjithmonë do të mendojë. Ai nuk interesohet vetëm për pamjen. Atij
I intereson dhe mënyra jote si mendon si femër. Shenjat të mundshme për këtë janë: ai të pyet për ëndrat e tua, kërkon mendimin tënd për tema të ndryshme, shpesh hap diskutim dhe e zgjat dhe krijon linja të ndryshme për të parë mendimin tënd gjithëpërfshirës. Atij i pëlqen kur ti e sfidon intelektualisht. Për shumë njerëz, ndjenja "më kupton dhe më stimulon mendërisht" është një faktor i fortë në lidhje. Mashkulli i binjakëve të bën të qeshësh dhe mundohet të të argëtojë. Ai të tregon shumë shaka, vetëm që të shohë buzëqeshjen tënde. Të ngacmon me mënyra lozënjare. Madje mund të improvizojë dhe të krijojë batuta private që i kuptoni vetëm ju të dy. Nëse ai bie në dashuri me ty, mund të tregojë anën e tij të dobët. Nëse thjesht flirton, ai të bën të argëton dhe tregon anën e bukur. Por, kujdes, nëse fillon të tregojë frikërat e tij, frikrat që mund të jetë pasur nga e kaluara, nga fëmijëria apo dhe e tashmja, e ardhmja. Në rast se fillon të tregojë problemet personale, qofshin këto me jetën e tij apo me familjen. Ai mund të flasë dhe për pasiguritë, për anën financiare që e trem, apo pasiguritë në jetën bashkëtorë. Ti ndoshta do të çuditesh, por nëse të flet për të tilla gjëra, tregon që ka treguar brendin e tij, ato gjëra që nuk do t'i tregonte me askënd. Ndaj, këtu duhet të kuptosh se ai është i dashuruar pas teje. Gjithashtu, të kërkon edhe t'i kushtosh kohë, por edhe të kushton ai kohë. Një burr që të do e gjen kohën për ty, sepse ti nuk je problemi, por ti je zgjidhja e tij për çdo ditë. Ai e mban fjalën, nuk përpiqet të justifikohet. Edhe nëse vënohet, nuk përpiqet të shfaqsohet, por të kërkon falje dhe ti do ta shikosh që herë tjetër nuk do ta përsërisë më, vetëm nëse mashkulli është i dashuruar. Sigurisht që jeta ka dhe largime dhe ai mund të largohet, por kujdes, ai rikthehet me interes tek ti. Një stereotip astrologjik për binjakët është se ato kanë nevojë për hapësirë dhe ndryshim. Madje, sipas disa astrologëve, thuhet se binjaku i interesuar mund të bëjë një hap prapa, dhe kjo për t'i lënë kohë vetes, për të menduar, apo për të kuptuar ndjenjat e tij. A janë të vërteta? A ndjen vërtet diçka për ty? Nëse po, ai rikthehet më fuqishëm, vazhdon kontaktin dhe lidhjen me ty. Por kujdes, një person që zhduket shpesh, nuk investon dhe kthehet vetëm kur i intereson apo i lëvërdis, nuk është personi i duhur dhe që ka rënë në dashuri me ty, por thjesht një aventurier që kalon kohën. Me kalimin e ditëve, javëve dhe viteve, ai bëhet gjithnjë më shumë serioz me ty. Është një shenjë e fortë kur ai kalon nga "po argëtohemi" në "dua të ndërtoj diçka". Dhe kjo kur ai të prezanton me njerëzit e jetës së tij, prindërit e tij, kur bën plane me ty dhe kujdeset për gjërat që kanë rëndësi për ty. Mund të ketë shumë alternative të tjera, por ai të zgjedh vetëm ty. Binjakët shpesh përshkruhen si persona social dhe flirtues, prandaj shenja më e mirë është kur ai zgjedh të investojë tek një person i vetëm. Dhe këtu jo sa shumë flet me ty, por sa shumë ai përpiqet, sa i qëndrueshëm është dhe sa kujdes tregon për ty. Nëse do të bëjmë një përmbledhje për shenjat më të forta që një mashkull binjak mund të dojë ty, është të kërkon shpesh në biseda, është kurioz për mendjen tënde, të bën të qeshësh, kujton detaje të vogla, hapet emocionalisht me ty,
Gjen gjithmonë kohë për ty, bën plane me ty dhe për ty, është i qëndrueshëm dhe jo impulsiv dhe vetëm për një kohë të shkurtër, por në vazhdimsi. Ne folëm për dashurinë, por bashkëshoqëruese është dhe xhelozia. A është ai xheloz? Po, dhe në mënyrë të fshehtë. Një binjak i interesuar mund të mos e tregojë hapur xhelozin, por ai mund të bëjë pyetje për meshkujt e tjerë. Bën shaka kur përmend dikë tjetër, përpiqet të kuptojë nëse ke dikë, sidomos në fazat e para të njohjes. Dhe tani në fund të videos do të flasim për shenjat që ai tregon se luan me ty. Deri tani mësuam shenjat që ai të dashuron. Po kur ai luan apo ka vetëm flirt, janë këto. Të shkruan vetëm kur i lëvërdis. Flet bukur, por nuk vepron. Flet vetëm për veten. Zhduket shpesh. Të mban në pasiguri dhe të mban të fshehtë. Nuk të ekspozon tek njerëzit e tij të familjes. Tani që mësuat gjithçka për mashkullin binjak, ju urojmë të keni fat me një të tillë. Faleminderit që na ndoqët dhe paçi gjithmonë fat.